billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri pasues të kësaj feje, nga mërëndësia zemrës themi falënderimin të takon Ty o Zot, s'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje. Paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira, më të sinqerta dhe më të përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e kësaj feje. Çka do të qelloj gjatë kësaj ligjërate është nga mirësitë e Allahut dhe çka do të gaboj është prej shejtanit dhe prej meje. Vëllezër të nderuar, tema të cilën e kam përzgjedhur sonte ta ndaj me ju është një temë të cilën do se ndalemi dhe mendojmë ose meditojmë apo dalim kudo të shkosh, del në rrugë, shkon në shkollë, qëndro me njerëz, bisedo me ta të shohësh se të gjithë tentojnë që lëvizjet e tyre, veprimet e tyre, sukseset e tyre ti kanalizojnë apo ti drejtojnë drejt realizimit të një qëllimi, ajo është arritja e lumturisë. Pra, të gjithë njerëzit pa marrë parasysh në gjendjen në të cilën janë, punojnë, mundohen, tentojnë që të jenë të lumtur. Ndonjëherë lind pyetja, ka mundësi që njeriu në këtë dunja të arrijë lumturi? Bëhet kjo pyetje se kjo jetë fillon duke qarti, pra veprimi i parë të cilin dhe përshëndetja e parë me këtë dunja është të qarit dhe përshëndetja e fundit është të qarit të tjerëve për ty. Pra, fillon një vdekje njeriu duke qarë dhe pasi që largohet, përfundon jetën e tij duke qarë të tjerët për ta. Andaj edhe shpesh herë pyeten njerëzit se a ka mundësi që në këtë jetë të jem i lumtur, apo janë vetëm tendenca dhe janë, tentime që ne të arrisim lumturinë. Ne inshallah me lejen Allah subhanahu wa taala sonte do ta trajtojmë këtë çështje, edhe pse kjo don një trajtim më gjatë, por me lejen Allah subhanahu wa taala sa do të na jepet mundësi. Njerëzit në këtë dunja jetojnë me vështirësi. Dhe varësisht prej vështirësisë në të cilën ai gjendet, tenton që dhe mendon që dalja ime nga kjo vështirësi do të jetë lumturia ime. Andaj edhe perceptimi i lumturisë dhe synimet të cilët i kanë njerëzit dallojnë. I semuri mendon se nëse do të shëndoshet do të arrijë lumturinë. Ai i cili është i varfër mendon se nëse se do të bën parë, do të bën pasuri, do të arrijë lumturinë. Ai i cili është pa martuar mendon se nëse do të martohet do të arrijë lumturinë. Ai i cili nuk është i punësuar mendon se nëse do të punësohet do të arrijë lumturinë. Ai i cili konkuron për fakultet, për ndonjë degë të cilën e don, mendon se nëse do të pranohem në atë degë, unë do të arrijë lumturinë. Ai i cili ka shqetësime, ka mërzi, ka probleme familjare, mendon se me largimin e këtyre problemeve dhe me largimin e kësaj mërzie dhe këtij shqetësimi që ka goditur atë, mendon se do të arrijë lumturinë. Andaj ka mundësi që ne, çdo njërin prej neve, ta pyesësh se ku e shef ti lumturinë, do të thotë se vallahu mirë, alhamdulillah, ama vetëm edhe këtë ta rregulloj. Dhe njeriu komplet jetën e tij e kalon vetëm këtë ta rregulloj. Edhe pastaj e kombon. Bisedo me fëmijët, do ta shohësh se ka qef, do me thonë që t'jeti lumtur, shkon të lunë, ka qef shkon të ushtron, ka qef të lunë me telefon, ka qef të lunë loja. Pyetëm atë më të rriturin, ka qef, do me thonë që të arrijë sukses e kështu me radhë, ose ta takon filan personin, po pyeti edhe të rriturit. Pyeti baballarët, çka thot? Valla mirë jena vetëm ta martoj djalin edhe rahatohem. Do me thonë lumturohem, arri lumturinë. Pasi që e marton, pastaj çka? Thot edhe Allah më mundësu me qenë gjysh që ta shoh se ka fëmijë, ta arri lumturinë. Pastaj çka? Ta bëjmë sunet atë, ta përjetoj po. Pastaj ta fejojmë nipin, çdo herë çka? Ka diçka ku e shef se aty e ka lumturinë. Duhet kuptuar
do të thonë, do ta shihni gjatë ligjëratës disa herë do të përmendi duhet kuptuar. Dhe kjo është një mesazh që do të thuhet, për më thonë, çdo herë do të vjen duhet kuptuar, është një mesazh i cili dërgohet që na ta përmirësojmë perceptimin tonë ndaj lumturisë. Gjëja e parë, duhet ta kuptojmë se ne si njerëz shpejt ose shpesh e përzim lumturinë e çastit, gëzimin e çastit dhe lumturinë reale e cila mbjellet tek një njeri. Ka dallim me arrit që ti jesh i lumtur dhe ka dallim që të lumturohesh përkohësisht. Dhe nëse shikon njerëzit nësot në dunja, shumica e njerëzve fokusin e tyre e kanë në arritjen e lumturisë së çastit, lumturisë së momentit. Andaj do të sheh njerëz të cilët jepen pas alkoolit. Ta përjeton lumturinë e momentit. Kur e ndjen ai këtë lumturi? Në momentin kur e pin alkoolin dhe kur dehet. Do të shohësh të tjerë të cilët shkojnë në klube të natës, në për diskoteka. Pas, do me thonë, femrave, në zina, kështu me radhë. Tamam, këto me këtë, a arrin lumturit përjetshme? A arrin lumturit vazhdueshme? Ose pas cigares, ose pas drogës? Të gjithë njëzëshëm e pranojnë. Sa jo është lumturi e çastit, lumturi e momentit. Dhe me përfundimin e kësaj ndodhije, e kësaj vizite, e kësaj vepre, përfundon edhe kënaqësia dhe lumturia. Andaj Islami kur flet për lumturin, nuk synon këtë lumturin e çastit, e cila zgjat minuta, orë, ditë, e kështu me radhë dhe pastaj përfundon. Po e ka për qëllim kënd, ka për qëllim lumturin e vazhdueshme e cila gjendet, do me thonë, tek besimtarët. Pse e them tek besimtarët? Se lumturia e çastit gjendet edhe tek jo muslimanët. Gjendet edhe tek ehlul kitabi. Gjendet edhe tek ato njerëz të cilët se besojnë Allahun subhanahu wa taala. Andaj dikush thotë se mosbesimtarët s'munden mu lumturu. Jo, ka mundsi. Po lumturia e cila, do të thonë, të cilën ato e përjetojnë, është lumturi çasti. Sepse esenca e saj, ndërtimi i saj është epshi dhe materialja. Pra, ato lumturohen nga çështjet materiale dhe vendburimi i kësaj lumturie është kush? Epshi. Këtë ka mundësi ta përjeton një besimtar dhe ka mundësi ta përjeton një mosbesimtar. Është interesante se kjo largohet. Kjo lumturi, vëllezër, largohet. Si largohet? Largohet me dy arsye. Ose me largimin e inicuesit të saj, pra veprës, pirjes së alkoolit, pirjes së drogës, e kështu me radhë, ose me vazhdueshmëri. Nëse dikush vazhdon të konsumon apo të vepron vepra të cilat e sjellin këtë lumturi, do të vjen një kohë kur kjo lumturi mund të bëhet normale tek ta. Për atë nuk gjenë lumturi familjare dhe shkojnë mas tjerave. Për atë nuk janë të kënaqur me një cigare me dy dhe shtojnë dozën. Për qatë nuk janë të kënaqur me drogat e leta e hypin dozën. Për këtë nuk janë të kënaqur, do me thonë, derisa arrin ku ju teprohet tepër dhe nuk ndjen më tërheqje ndaj grave, po shkojnë Allah na ruaj ndaj gjinis kundër, as ndaj kësaj nuk ndjen tërheqje, shkojnë në pedofilizëm e kështu me radhë. Andaj kur heket arsyeja që i lumturon këto ose bëhet e vazhdueshme, automatikisht largohet ajo sasia e dopaminës e cila apo e hormonit kënaqësisë e cila paraqitet tek këto njerëz. Çka ndodh pas kësaj? Ose e shtojnë dozën, ose tentojnë të gjejnë zaventësues. Dhe shikoj njerëzit. Dhe ti çuditesh, si ka mundësi që dikush qëndron gjithë ditën në kazino. Çuditesh. Si ka mundësi që dikush qëndron gjithë ditën në muzikë. Si ka mundësi që dikush qëndron gjithë ditën i pirë.
Si ka mundësi që dikush qëndron gjithë ditën në droga, ose arrin të merë mbi doza? Pse ndodh kjo? Sepse ajo lumturia që u paraqit ke dikur, nuk është më aktive. Nuk vepron. Nuk i ndihmon më. Në krahasim me kënd, me atë lumturinë e cila është lumturi e vazhdueshme, cilën e shënon shariati. Allah subhanahu wa taala thot: "Walladhina kafaru", dhe ato të cilët bëjnë kufër, e mohojnë Allahun subhanahu wa taala, a'maluhum kasarabin biqiyatin. Veprat e tyre janë sikurse një mirazh. Një mirazh në një fushë të rrafshët. Çka është mirazhi? Të shef në fushë të rrafshët, ose tash në kohën tonë ku ka asfalt, dhe je duke udhëtu në ditë të nxehta, të duket se ka ujë. Pra mbas një kilometre duket se ka ujë, apo? Dhe ti vazhdon afrohesh, ai uji vazhdon largohet. Ti vazhdon afrohesh, uji vazhdon largohet. Pse Allah e paraqet këtë? Do ta përfundoj ajetin, do të kthejmë në shpjegim. Thot: "Yahsabuhu dhama'u ma'a". Ai i cili është i etur mendon se kjo është ujë. Thot derisa kur arrin atje, hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Kur arrin atë, nuk gjen asgjë tek ajo. Derisa në momentin kur wa wajada Allah indahu, në momentin kur do të takon Allahun subhanahu wa ta'ala, fa waffahu hisabah, dhe Allahu ja jep llogarin e tij të plot. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wallahu seriul hisab", Allah e bën llogarin shpejt. Allah subhanahu wa ta'ala paraqet këtë ajet vëllezër si simbolik të realitetit të njerëzve të cilët nuk janë besimtarë në këtë dunja. Çka bojnë ata? Ai e vepron një vepër të haramit dhe shpreson se këtu arrit kënaqësinë. Kur arrin aty e shef se jo, nuk qenë ka lumturia. Pastaj e shton. Kilometrin e dytë. Pastaj e vazhdon kilometrin e tretë, kilometrin e katërt, kilometrin e pestë, dhe çka ndodh? Ky vazhdon duke vrapu, duke shpresu se këtu është ai uji, këtu është kënaqësia, deri në momentin kur do të vdes dhe ta takon Allahun subhanahu wa taala. Asnjëherë nuk e gjen kënaqësinë. Andaj ti habitesh dhe çuditesh si ka mundësi njerëz të cilët kanë arritur në skenën botërore të jenë shumë të njohshëm. Kanë pasuri të cilën nuk dinë edhe ta numërojnë. Ka me miliona njerëz të cilët shpresojnë të jenë me ta, ta kenë bashortë ose ta kenë bashkëshort. Dhe nuk ka dëshirë të kësaj dynjas, që pasi Allah i jep leje, ai apo ajo nuk ka mundësi ta veprojë. Dhe pastaj e shef se është nda me bashkëshortin. Është prish martesa e tyre. Ka vë vetvrasje. Është bëjmë varur nga droga. Është i varur nga alkooli. Qëndron në terapi, dhe me thonë, psikologjike, e kështu më radhë. Ndërsa në shtëpinë e tij ka me vjetra, ose të asaj ka me vjetra doktora, me vjetra kuzhinier, me vjetra nutricist të cilët përkujdesen për shëndetin e tyre, dhe përsëri arrin këtë gjendje. Tamam, mos kishin qenë të rrethuar nga këto çështje, si do ta kishin jetën ata? Dhe si ka mundësi me gjithë të arritje që shumica e nis ton i ëndron, të kanë aq jetë të vështirë? Është kjo vëllezër të cilën e ka paraqitur Allahu subhanahu wa taala, se po vazhdojnë dhe vazhdojnë të tentojnë të arrijnë atë ujin, atë lumturinë, por nuk arrin dot. Dhe kështu do të vazhdojnë deri në momentin kur të takojnë Allahun subhanahu wa taala. Çuditësh, përdorin tableta të ndryshme, tableta qetësimi, tableta rehabilitimi, sesione të ndryshme. Për çka? Pse posedojnë një ëndër që është shumica e të rive tonë, të jenë VIP-a, apo të kenë pare, apo të kenë kontakte me njerëz të mëdhej, apo të kenë mundësi të shëtisin botën. Çka ju mungon atyne nga materiale, nga epshi? Çka ju mungon? Asgjë. Tamam, pse nuk arritën ata ta fitojnë këtë lumturinë?
po janë ashtu si që i paraqitet Allahu subhanahu wa taala se ato veprojnë sikur se ai personi i cili vepron pas mirazhit dhe nuk e gjen asnjëherë ujin. Duhet kuptuar, kthehemi apo? Se dikush thot, tamam, njeriu e bën një vepër dhe pastaj i bëhet ajo vepër apo, çfarë tham? I bëhet bezdisme, i bëhet normale. Tamam. Pse besimtarve, si besimtar, edhe aty ju bëhet senden të normale? Pse atyre nuk ju humbet lumturia? Shembull, e ke një person i cili është besimtar dhe e ka një bashorte, pas një kohë i humb lumturia dhe interesi tek ajo. Pse një besimtarit nuk i humb? Ose i bëhet normale ajo? Pse një besimtarit nuk i bëhet? Ose një punë që besimtari për shembull për çdo ditë e falin namazin 5 herë në ditë. Pse besimtarit nuk i bëhet kjo çështje normale që të mos ndjen nevojë për atë namazin, edhe të mos ndjen kënaqësinë atë namazin cilin e bën, ose agjerimin, ose sadakan, ose kështu me radhë. Pse besimtari jep shpesh sadaka dhe përsëri nuk ju bëhet normale kjo? A dini pse, vëllezër? Dhe kjo thash duhet kuptuar. Arsye dhe dallim mes besimtarit dhe jo besimtarit është shpërblimi të cilin e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka caktuar shpërblimet dhe i përmend shpërblimet dhe ka caktuar dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpërblimet që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala për veprat të cilat janë normale. Po çka? Kur kujton ti shpërblimin dhe arsyeën pse e vepron, nuk të bëhet normale asnjëherë, se ti po deponon vazhdueshëm në atë konton e ahiretit. Shembull, ju tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabeve dhe arrin pjesa e hadithit ku thotë dhe nëse ndonjëri prej juve ka kontakt intim me bashorten e tij, ka sadakanta, ka shpërblim. Sahabet, më thonë, kthehemi në atë normalen, apo? Në atë normalen që e përmendim deri tash. I thonë, ja Rasulullah, po dikush shkon për epshin e tij dhe ka shpërblim për këtë, është diçka e madhe. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse shkon në haram, a ka mëkat? Ka thonë po. Ka thonë kështu është edhe nëse shkon në halal, ka shpërblim. Do me thonë, dallimi mes veprës që normale që e bën dikush dhe këtij besimtarit është lidhja e kësaj vepre me shpërblimin. Dhe ka tjetër vlerësim dhe tjetër perceptim pastaj te vetë besimtari. Ose kthehemi tek kafshata, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kafshatën të cilën ndonjëri për juve vendos apo ja jep, ja mundson bashortes së tij, i llogaritet sadaka. Pra ka shpërblim, edhe pse ti si burr, sikur se ti që sjell ushqim në shtëpi, ashtu edhe një burr tjetër mosbesimtar sjell ushqim në shtëpi, po çka? Ti ke një vlerësim tjetër, ti ke një perceptim tjetër, ti e din se unë me kët fitoj kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ti e din se me kët unë deponoj në konton e ahiretit. Andaj vëllezër, dallimi që e bën qëndroj lumturia te besimtari dhe të mos qëndroj te një mosbesimtar është arsyeja e shpërblimit. Është arsyeja e çka? E shpërblimit. Njëjtë është kur jep sadaka, njëjtë është kur, do të thonë, edhe pra ty të ka ndodhur një besimtar, nuk ka mundësi që të kupton ty si besimtar se si ke mundësi ti të kënaqesh me agjerimin tënd. Kur ti privohesh nga sendet elementare, ushqimi, pija, kontakti intim, kënaqësia mes bashkëshortëve, nuk e ka të qartë. Pse se ka të qartë? Pse veprimi jot ndërlidhet me shpërblim. Se ti po e bën për krijuesin tënd, ndërsa ai nuk e kupton këtë mënyrë. Edhe pse veprimi, do të thonë, mund ta bën edhe ai të njëjtën, po s'mundet ta përjeton, ose namazin. Ai nuk i ka qartë si ka mundësi që një besimtar falet 5 herë në ditë dhe ai kënaqet me namazin e tij 5 herë në ditë që e fal. Ai si ka mundësi thot ti të kënaqesh me këtë? Si ka mundësi? Pse? Ti e ke të ndërlidhur arsyeja pse e vepron është shpërblimi apo është pse e bën për Allahun dhe shpërblimin që e merr, ndërsa ti shejtani ja bën trond. Pse? Nuk ja jep qasjen, cilën qasje e ke ti si besimtar.
Mirë vëllezër. Kemi disa shkaqe të cilet shpihen tek lumturia. Dhe varësisht prej shkaqeve të cilet përdoren, ashtu edhe vazhdon të qëndrojë lumturia. Do të fillojmë nga më e keqja, sepse edhe në alt fillimisht filluam nga ajo ana që zhduket. Edhe kjo është. Shkaqet e para të cilet i kanë quajtur dietarët janë shkaqet helmuese. Çfarë do të thonë shkaqe helmuese? Shkaqe helmuese janë të gjitha mëkatet. Këta a munden me sjellë lumturi? Po, mëkatet munden me sjellë lumturi. Sjellën lumturi. Tamam, çfarë lumturie është? E vazhdueshme apo e përkohshme? Është lumturi e përkohshme. Është lumturi e përkohshme. Nuk ka mundësi që një mëkat t'i sjellë njeriu lumturi të vazhdueshme, edhe pikë. S'ka mundësi. Patjetër pas mëkatit, me njëherë, me vonë, dikur, në ditë gjykimit, do të pason dami i saj nëse nuk pendohet, nëse s'pendohet ky njeri. Andaj, shembull, dietarët kanë përmend në pasuri, në familje, në veprime individuale. Për shembull, te pasuria kanë përmend nëse arsyeja e fitimit ose arsyeja e shpenzimit. Njëra prej këtyre është haram. Ky person nuk ka mundësi që kjo pasuri t'i jep kënaqësi të vazhdueshme. Ose nëse mënyrën e fitimit se ka halal, ose mënyrën e shpenzimit se ka halal. Tek fëmijët, për shembull, nëse ai nuk sillet ndaj tyre dhe nuk përkujdeset ndaj tyre dhe nuk ja jep hakun e tyre të cilën e ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në edukim, në mirësjellje, në përkujdesje, në shpenzim për ta kështu më radh. Në njërin prej këtyre dështon, ai s'ka mundësi nga fëmijët e tij të ketë lumturi të vazhdueshme. Si e jep Allahu subhanahu wa taala. Kjo është edhe mëkatet më herët që i përmendëm, domethënë arsye që njerëzit sot japin, shpenzojnë me të madhe në haram për të arritur lumturi, nuk kanë mundësi. Pse? Është helmuese dhe kjo nuk ta jep kënaqësinë e vazhdueshme, ta jep përkohshme, edhe e dyta, s'ka mundësi me ta hek mërzinë dhe vuajtjen. S'ka mundësi me ta hek. Ai ke pa i cili përdor drogë, përdor alkohol. Në momentin kur kthjellet, i kthehet vuajtja me njëherë. Pse? Ka kaluar ajo është me timing. E ka një kohë deri kur e rrok, kurse rrok pastaj shton dozën, ashtu më radh, që vepron. Pas asaj kthehet në realitet, kthehet në vuajtje. S'mundet ta jeton më atë jetën normale, pse është jetë e vuajtjes. Është jetë e vuajtjes. Allah subhanahu wa taala thot: "Fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum." O ju besimtar, të mos ju mashtron juve pasuria e tyre dhe pasardhësit e tyre, që kanë fëmijë me të cilën krenohen. Innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya. Allahu don që me këta ti dënon këta, ti sprovon këta. Do të thonë, li yu'adhibahum, ti bën dënim për ta në këtë dunja. Në këtë dunja. Dhe t'ju del shpirtit, t'ju merren shpirtet si mosbesimtar. Njerëzit të cilët e kalojnë jetën duke fitu haramin, duke dhënë haramin, duke vepru haramin, dhe krenohen me këtë dhe nuk kujtohet që të pendohen dhe s'ja mundson Allahu pendimin, këta janë njerëz të cilët Allah subhanahu wa taala i kalon dëshmi për neve dhe na tregon, domethënë në surën At-Tauba, se o musliman, duhet të merrni shembull për këta dhe jo të mashtroheni pas atyre. Se Allah subhanahu wa taala këtë ka bërë dënim për këta në këtë dunja dhe do t'ju del shpirti, Allahu na ruaj dhe ato janë mosbesimtar. Shikoni vëzër historinë atyre të cilët ishin para nesh. Allah subhanahu wa taala thot: "Men kana yuridu hayat ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha." Thot ata të cilët dojnë kënaqësinë e kësaj dunjaje. Ky është fokusi aty. Kënaqësi e përkohshme. Kush e don kënaqësinë e kësaj dunjaje, jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, nuefi, do me thonë, jo ja japin, ne jo plotsojmë atyne.
ju plotsojmë atyne. Çka ke qef? Ne ta plotsojmë, thot Allah subhanahu wa taala. Punët e tyre në këtë botë dhe nuk do t'ju mangësohet asgjë në këtë botë atyne. Ne do t'jap ulaike alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar. Por atyne në dunjan tjetër nuk do t'i mbetet vetëm se zjarri dënimi i Allah subhanahu wa taala, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, dhe ju shkatërrohet ajo që e kanë vepruar dhe ju azgjësohen çdo vepër të cilën ata e kanë vepruar. Ta jep Allah subhanahu wa taala. Ta jep Allah, që ku e ke merret i dunjan, merre lumturin, merre. Për çka? Mos prit pastaj në ditën e gjykimit se do të fitosh diçka nga Allahu subhanahu wa taala. Shifni vëllezër. Se Allahu subhanahu wa taala thash, disave ja çon sprovën këtë dunja, të kthjellën, të pendohen. Çka është më keq disa Allahu subhanahu wa taala i lën kështu në këtë gjendje deri në fund, deri kur i vjen vdekja. Shikoje historinë. Shikoje rastin e Firaunit. Firauni ka arrit në gjendje të pasurisë, të sundimit, të pozitës, derisa wanada Firaun, derisa ju ka thonë Firauni popullit të vet, ka thonë o popullim, a nuk jo më në sundusi i gjithë këtij vendit dhe ndërmu por rjedhin lumej, a nuk po meditoni? Dhe ju thot ja ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Jo vetëm se i ka thonë se sundus. Në suratul Qasas tregon Allah subhanahu wa taala ku i thot o ju popull, o ju prijes, o ju pari, nuk di se ekziston zot tjetër për juve përveç meje. Do të thonë ka arrit në këtë gjendje. Në kulminacionin e arritjes njerëzore, që edhe sot ndalen atje si kanë bo piramidat, si kanë pas musi, si s'kan pas musi, sa ka pas, do të thonë pasuri, sa i ka pas, si kanë arrit, ja bëjnë ato hesapet. Mirë, cili ka qenë përfundimi i Firaunit? Allah subhanahu wa taala e ka lënë që të mbytet në det, po jo vetëm kaq vëllezër, jo vetëm mbytje. Thot wa haqa bi ali Firauna, thot dhe merituan Firauni dhe paria e tij su al adhab, dënimin më të rënd. Dënimin më të rënd. Do të thonë u fundosën këtë dunja. Shtot Allah subhanahu wa taala dënimin më të rënd, flet tash për ku? Po fillon të flet për në varg. Ti kallzon Allah gjitha llojet e dënimeve që i meriton dhe i ka përjetu, dhe po i përjeton dhe do t'i përjeton Firauni. Dhe ato si ai. Thot Allah subhanahu wa taala, "An-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya." Thot është zjarr të cilën ata i nënshtrohen mëngjes dhe mbrëmje. Tu po flet në varg. Pastaj wa yawma taqumu as-sa'atu, dhe atë ditë kur do të ndodh kiameti, adkhilu, shtini ala Firauna ashadda al-'adhab, Firaunin dhe parin e tij në dënimin më të rënd. Në dënimin më të rënd. Tamam, ku shkoi pasuria? Ku shkoi pozita? Ku shkoi lumturia që ndjente derisa i thonte njerëzve se unë jam Zoti? U zhdukën vëllezër. Kemi rastin e Karunit, që e paraqet Allah subhanahu wa taala, thot fa kharaja ala qaumihi fi zinati, dhe kur ka dalë Karuni në atë formën më të mirë, zbukurimet e tij, qala alladhina yuriduna hayata ad-dunya, ata të cilët kanë lakmu në këtë lumturinë e kësaj dunjaje, lumturinë e përkohshme, atë na kishte dhënë neve çka është dhënë Karunit. Pse? Ka dalë. Thuhet se, do të thonë, mos im detaje, ka dalë, do të thonë, e ka përgadit skenën e paraqitjes së tij që përveç besimtarëve i ka hutu. Ma që ka posedu dhe mënyrën se e ka paraqit skenën e zbukurimit të shfaqjes së krenarisë dhe pasurisë që ai do të thonë ka posedu. E dini se pasuritë e tij është dash ushtar, ta bajnë vetëm çelësin e do të thonë e magazinave ose arkave ku i ka pas pasuritë. Çka ndodh? Ato të cilët kanë qenë besimtar, wa qala alladhina utul ilm waylakum,
ato të cilë është dhënë ditëryje ka thënë mirë për juve. Ajo që ka përgatitur Allah subhanahu wa taala është më e mirë se sa kjo kënaqësi e përkohshme. S'ka thonë se kjo është mirë. Nuk kanë thonë se kjo nuk është mirë. Se pasuria është diçka që i jep lumturinë njeriut, përkohshme, normal nëse është besimtar ja jep të vazhdueshme. I ndihmon domethënë në realizimin e lumturisë. I thotë ajo që jep Allahu është më e mirë, kështu me radhë flenti, i flasin atyre. Kur ndodh rasti në fund, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allahu thotë fundosim atë dhe komplet pallatin e tij që ka pas në tokë. Thot, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. S'ka pas njerëz të cilët do ta ndihmojnë ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu se ka ndihmuar atë. Thot, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, nuk ka qenë nga ata të cilët janë, domethënë janë ndihmuar. Thot Allahu subhanahu wa taala, وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Ato të cilët deri dje shpresuan që të jenë si Karuni, thënë Allahu subhanahu wa taala, ja jep pasurinë kujt don prej robëve të tij dhe kujt don ja privon dhe pastaj të mos na kishte shpëtu Allahu subhanahu wa taala që të bëhemi si ai, edhe me neve do të na fundoste toka. Vëzër, ka pas pasuri, ka pas arritje, i ka mahnit të gjithë kur e kanë pa. Çka fitoi pi asaj? S'fitoi asgjë. Ose rasti i Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira është, domethënë, ka pas fëmijë shumë, është krenu me numrin e madh fëmijëve dhe pasuri të madhe. Dhe është tallë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka ofenduar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala thot dhanni wa man khalaqtuhu wahida thot leni thot me lën mua thot ma që kam krijuar domethënë të vetëm wa ja'altu lahu malan mamduda thot dhe i kom dhënë atij pasuri të madhe të vazhdueshme, domethënë të vazhdueshme, i kom dhënë, ka pas vazhdueshëm pasuri. Wa banina shuhuda thot dhe ka pas domethënë djem shumë pranë tij dhe jo vetë kaq, wa mahattu lahu tamhida, dhe ja kom lehtësu rrugën. Rrugët e begative ja kom lehtësu atij. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, pasi që ai shpresoi se ne do t'ja shtojmë hala prej mirësive, ka thënë se mu kush më nalën mu. Unë vetëm shtoj. Allah subhanahu wa taala thot kurse si. Ai ishte kundërshtar ndaj ajeteve tona. Ja ndal Allah subhanahu wa taala rrezikun atij sa urhiquhu thot sauda, thot dhe unë Allah subhanahu wa taala do ta lodh atë me një dënim të rëndë. Allah subhanahu wa taala na rujt. Tamam, ku është përfundimi këtyre njerëzve të suksesshëm, të arritshëm? Historikisht. Dhe historia çdo ditë shënon njerëz të tjerë. Historia çdo ditë shënon aktorë të tjerë, personazhe të tjerë, të cilët kanë përjetu të njëjtin përfundim të cilin e kanë përjetu këto njerëz të cilët kanë qenë në këtë gjendje. Vëzër, për këtë një poet arab thot, walastu ara sa'adata jam'u malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu, thot jam të e pa se lumturia nuk është vetëm tubimi i pasurisë, para i cili është nënshtruar ndaj Allahu subhanahu wa taala. Këto qenë kanë njerëz të lumtur. Këto qenë kanë njerëz, domethënë, të lumtur. Andaj ka ala njerëz të cilët mendojnë se unë nëse bëj parë, unë kam qenë më i lumtur, unë nëse arri, domethënë të jem këtë pozitë, unë do të jem më i lumtur, unë nëse martohem me këtë edhe vetëm me këtë do të jem më i lumtur. Tjetër kund qëndron lumturia. Pasuria mundet me të vërtetë jetë lumturi dhe kënaqësi. Por nëse me të nuk ka besim, ajo të robron dhe bëhet vuajtje për ty. Andaj ti çuditësh njerëz kanë miliona, hala ka frikë se do të vdes për bukë. Hala ka frikë me dhanë. Hala ka frikë se do t'i humbet pasuria. I jep zor sa më shumë me të bu. Pse? Nuk është e kënaqur me këtë. S'ka, nuk është i kënaqur. Në jetën e vet zot mund t'i harxhon ato parë. Non-stop puna. Pse? Si ai rasti më herët me mirazhin të cilën e paraqitëm. E dyta vëllezër, shkaqet të cilët sjellin lumturi, por nuk arrin të largojnë mërzinë. Ka arsye, ka vepra të cilat
sjellin lumturi, por nuk arrin të largojnë mërzinë dhe vuajtjen e mbreshme të cilën e përjeton njeri. Për shembull, sendet e lejueshme, mubahat çka janë. Dikush ka mërzi, ndjen ngushësinë zemër, çka bën? E han një ushqim i cili i pëlqen. I lejuam është, apo? I lejuam. Ose bën veshje të cilat i pëlqejnë. Ose blen një veturë e cila i pëlqen. Tamam, ajo i sjell lumturi, gëzohet që e ka marrë atë veturë, gëzohet që e han këtë ushqim, gëzohet që se atin kur përmenda më herët vëzër, kur përmenda për çështjen e vazhdimësisë së veprimeve, i humbet kënaqësia, kjo ndodhen edhe me sendet halal. Nëse mu më pëlqen tepër një ushqim. Tamam, më pëlqen tepër një ushqim. Dhe e hanë sabah, më përgatit bësh shortja edhe në drejk, më bën edhe një aci, një ditë, dy, e i thëmë, shka e vetë u bova vesh, po ta përgatit se të pëlqen shumë, apo më pëlqena mo, te pru mo kja, niset mos të vjen mirë. Tamam, ta bëj një shembull. Ne kur shkojmë numre, ujë zemzemit, sa herë në ditë pijmë? Gjithë ditën të pinë ujë zemzemit. Sillu prit pi pak ujë zemzemit. Po mirë kena kur jeti s'pi ujë kaq shumë. E ndërlidh këtë me diçka, e cila është përblimi, e cila është duaja, e cila është vlera, e cila ti jep me njëherë tjetër kontekst. Ose hurmat në Ramazan. Tamam, jashtë Ramazanit, pse s'ham hurma? Pse? S'na shkon mendja me hangër hurma. Pse në Ramazan na kujtohen hurmat? Pse lidhet kjo me diçka? Në hurma, edhe shef, a ka mete një hurme, merë dhe atë hurmen. A kapi ati në matë mirave, ta më me jashtë Ramazanit, qeje, jo në hurmat, kërkur s'blen. Pse? Pse ndërlidhet me diçka. Ndërlidhet me sonetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërlidhet me shpërblimin, ndërlidhet. Mirë, kthehemi. Sendet normale që cilët tham janë mubahat, ta largojnë, ta sjellin kënaqësi, ama nuk kanë mundësi me të heq mërzia. E treta, pra, to s'kemi nevojë të ndalim, e treta është shkaqet të cilët sjellin lumturi dhe largojnë të keqen, janë vetëm një. Janë ato vepra të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka cilësuar si vepra të mira. Ato vepra të cilat Allahu subhanahu wa taala, shariati, i ka caktuar si vepra të mira. Këto janë ato vepra të cilat sjellin lumturi të vazhdueshme dhe janë këto ato vepra të cilat e largojnë mërzinë nga njerëzit. Këto janë. Po inshallah këto, që më thonë të mos e zgjas më shumë, dhe të mbetet për ligjëratën e radhës si ligjëratë plotë, e cilat do ta, më thonë, trajtoj këtë arsye të arritjes së lumturisë së vazhdueshme, që dallon nga ajo që kena përmend më herët. Inshallah do ta vazhdojmë ligjëratën e radhës. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammad.